po sikur te thoja se brenda tegje, ne telesite e padukshme te trupit tend, banon një burimi i rinise se përgjithshme ke shumë pak njerëz e dine, po sikur sekreti i ruajtjes se fukise fizike, kartesise mendore dhe magnetizmit personal të mos vare nga ilacete gjashtme apo trajtimet e shtrëngjta, por nga nje energji kë gjuveta e gjeneroni qërodita, kë nga koherat e lashta, mgjeshtrat e lashta taoiste dhe alkimistet e kyteterimeve me të mensura dinin diçka ke shkenca moderne vetem tani po fillon të kuptoje. Energjia seksuale eshte thelbi me i përkendruar i forces jetesore. Nuk eshte vetem impulsi kë krigjon jetën fizike, eshte eliksiri i lashta kë, nese ruhet dhe transformohet, rigjalleron trupin, forkon mengjen dhe zgjat jetën. Digetaret e tao se kwanin atë gjinki energjia seksuale kë rrjedh nga pgjesa e poshtme e barkut. Këgjo energji, në rrjedhen e saj natyrore, ka një kelim të vetem biologjik, të largohet nga trupi per të krigjuar një kenje qeter njerëzore. Por këtu kendron sekreti i harruar nese, në vend këta lejoni lirimin e ta ishte vazhdueshëm, mesoni ta ngrini dhe ta rikarkulloni atë, e njajshta energji kë krigjon gjete gjashte. Mund të krigjoje gjete brenda taoistet pohonin se kushdo ke arrin kete alkimit e brendshme ndërtonin një trup të pavdekshem, jo në kuptimin e mire filte. Por si një organizemi rigjalleruar dhe i forkuar, i lire nga perkekesimi i parakoshem. A eshte e mundur të përmbysen efektet e plakjes, të ruhet vitalitetit dhe të jetohet një jeteme e gjatet dhe me e përmbushur. Si pas këtyre mesimeve të lashta, përgjigja eshte po. Në përmgjet praktikave të tjeshta por të tela, të tilasi, frime margja testikulare, masagji i energjise, rikarkullimi i qise dhe aktivizimi i ndryqimeve të brendshme, djelli, hena dhe illi, kushdo mund të mesogje ruajeni thelbin e saj seksual, transformogeni atë dhe këtegjeni atë në sistemin energetik. Në këte video, du të zbulojme misteret kë e fshihen pas kësaj menqurje të lashte. Du të eksplorojme si mund të transformohet energjia seksuale në force jetesore si ki proces nga daleson plakgjen, forkon sistemin imunitar dhe ofron kartesi mendore. Dhe si ti integroni këto teknika në gjeten tuaj të perdiqme. Kultivoni gjetek gjatesi, vitalitet dhe rinit e kendrueshme. Nëse ndonjë herë keni menduar, se si disa njerëz rezatojnë magnetizem, energji dhe këtesi, edhe në plekeri, ka gjon gjohuri eshte qelesi. Sepse rinia e vërtete nuk gjendet gjashte, por në zoterimin dhe transformimin e energjise kërgjet brenda gjush. Përgatitu. Ajo ke do të mesosh nuk eshte thjesht një teknike, eshte një rrugë e alkimise se brendshme kë mund të transformoje rëngjesisht gjetan, shendetin dhe perceptimin tuaj per vete kohen. Urtesi e lashte per gjetek gjatesi per të kuptuar madhesine dhe telesine e kesaj digjegje. Duhet të udhetojme në malet e lashte të kines, ku per mi gjevgjesare mjeshtrat taoiste, e ka ne vezguar natyre me ngjedurim dhe perpikeri ke sot duken potuaj semitike. Ata e pjeten veten, si mund të gjetonin pëmet e kaktuara per mi gjeravgjet, ndersa organizmat e qerevdiken shpesht, pse disa kafshe duket se ruajten vitalitetin e tyre gjate gjithe gjetes se tyre. Per mes vezgimit, meditimit dhe eksperimentimit, këta njerëz të mensur arriten në një përfundim të habitshem. Celesi i gjetek gjatesise, nuk ishte vetem dieta apo ushtrimet fizike, por ruajtja dhe persosja i energjise se brendshme gjetesore, të silen e kwanin gjinki, esenka themelore ke mbeshtet gjeten. Këgjo esense, tane ata, a indodhet kryesisht në veshka dhe shprehet permes energjise seksuale. Sa here këgjo esense çlirohet në mënyre të pavetedajshme, kofte per shkak të aktivitetit të tepert seksual, emocioneve të forta apo zakoneve të pashendetshme të gjeteses, rezerva e vitalitetit eshte zvogeluar dhe plakja per shpejtohet. Mesuesi sun si miao, i konsideruar si një nga mjeket me te medenj të kines se lashte, deklaroi, njeriu i mensur e ruan esencen e tij ashtu si dragoi e ruan perlen e tij, ajke e shperdoron faren e tij e shkurton gjeten e tij. Prandaj, praktikat e tilla si kultivimi i energjise seksuale, Jing Gong, dhe alkimia e brendshme, Neidan. Këto teknika mesuan se si te permiresoni kshingun dhe shënderrojeni atë në qi, energji gjetesore, dhe me vone në shen, energji shpirterore. Ki transformim unë gjit permes shtile kurrizore duke ushkier trurin, organet dhe në fund të fundit fushene energjise. Ndërkohe, në India tantra dhe yoga gjithashtu folen per kete alkimi. Yogistet mesonin se energjia seksuale, e njohur si ojas,
kur ruhet të sublimohet. Ushkju kundalin dhe I legjon të dikuq të arrin të gjendje iluminizmi. Shendet të Fuqishem dhe gjetek gjatesi. Këgjo ishte e vërtetë si në lindje ashtu edhe në perendim, sepse edhe në hermetizmin, Evropian flitesh për transmutacionin e skufurit dhe merkurit, simbolet e parimeve mashkullore dhe efemerore. Energia seksuale shihet sigur themeli I zhvillimit fizik, mendor dhe shpirtëror. Kjo njohuri nuk undagjeresisht. Ajo u transmetua në prejardhje të mbillura, vetëm për dishepujt ke kishin treguar pjekurit dhe disipline, me kene se u kuptua kë kek përdorimi, I këtyre teknikave mund të jetë me idemsem sesa I dobishem prandaj, në kohet moderne, me banalizimin e seksualitetit dhe mungesen e udhëzimit të vetëdijshëm. Kjo mensuri humbi ose u degdis në tekstet e fshehura. Megjithatë, në dekadat e fundit, mesuesve u pelken mantak që ata I kanë shpëtuar dhe modernizuar këto mesime, duke I përshtatur ato për praktikuesit bashkëkohore. Sot, ju keni kasje, në këtë njohuri. Të kuptuarit e historise kë kendron pasaj jo vetëm ke ofron kontekst, por edhe a inderon një traditet e lashta ke mund të rigjalleroje trupin, mendjen dhe shpirtin. Si ta transformoni energjine seksuale në vitalitet dhe rini imaginoni per një moment kë trupi gjuaj eshte një laborator alkimik I gjale një tempull I shenjte ku qdo kelize. Çdo organ dhe çdo gjender vepron si një ingranaz në një makine energjike të projektuar me mjeshteri. Tani, brenda këtij tempulli, ekziston një karburant me I Fuqishem se çdo tjetër. Energjia gjuaj seksuale nëse dini si ta rafinoni, ai mund të ushkegje çdo sistem jetesor. Nëse e shperdoroni, ai ngadale do të gjushterogje forsen, do të gjuvishke vitalitetit dhe do të përshpeshtoje procesin e plakjes. Sipas mesimeve taoiste, energji seksuale, Jing, është lenda e pareme e vlefshme e trupit. Kjo energji buron nga veshkat dhe gjendrat seksuale dhe lidhet drejt për drejt me prodhimin e hormoneve, rigjenerimin e kelizave dhe vitalitetin e përgjithshëm. Nga një perspektive moderne, mund të themi se kjo esence ushken sistemi endokrin, përgjegjes për sekretimin hormonal kë regulon ritjen, metabolizmin, riprodhimin dhe mirekenjen emocionale. Tani, ja qelesi, trupi përdor sasi të medhaburimesh biokimike për të prodhuar lengje seksuale. Kur këto lengje çlirohen shpesh në mënyre të pavetëdijshme, trupi detirohet të rimbushe vazhdimisht këto burime, gjë që gradualisht I varfëron veshkat, gjendrat mbiveshkore dhe organet e tjera jetesore. Simptomat mund të përfshajnë lodhje kronike, humbjet e tonit muskulor, plakjet e parakoshme të lëkures, rënit e flokeve dhe mjegullim të trurit. Por nëse në vend këta çlironi këtë energji, mesoni të rikarkullogji atë nga brenda diçka e gjashteza konshme ndodh. Kjo esencë kthehet për të ushkier truri, palka kurizore, organet dhe gjendrat duke forkuar të gjithë sistemin. Taoistet e shprehen në këtë mënyre, esenca seksuale transformohet në qi transformohet në shen, shpirt. Si arrihet ki proces? Permes një sere praktikash ke mund t'i përmbledhim si 3 faza themelore. E para, aktivizimi I energjisë seksuale. Hapi I pare eshte të generohet energi pa arritur kulmin. Kjo mund të behet duke vete eksplorim I vetëdijshëm ose thjesht stimulim I zones se poshtme në përmjet frymemarrjes se tele në pjesën e poshtme të barkut, dantian. Ideja eshte zgjoj energjine, endjesi shpimi gjilperash ose në ksehtesje të lehte kë grumbullohet në rajonin e legenit. E di ajta, rikarkullimi lartë. Këtu filon alkimia e vërtetë. Permes kurja e muskulit PC, pubokoksigeal, e ngjeshta kë përdorim për të ndaluar rrjedhjen e urines, e kombinuar me frime margje të ngadalte dhe të telle. Ne shtigjme energjine drejt shtilles kurrizore permes mendjes dhe vizualizimit. Ne drejtojme energjine permes kanalit kendror, duke u ngritur në bark, në zemër dhe me në fund në majet e kokes. Taoistet e kwanin këtë karku mikrokozmik. E treta, ruajtja dhe transformimi. Pasi energjia të jetë rritur, ajo ruhet në 3 thesaret e trupit, tantiani I poshtem, energji fizike dhe vitalitet, zemra, ekuilibri emocional dhe magnetizmi, koka gjendra pineale, kartesi mendore dhe intuite, duke rishperndare energjine seksuale drejt këtyre zonave, në I ushkejgjme organet, balansojgjme emocionet, dhe zgjerojgjme vetëdijën ki proces jo vetëm kë e rinovon trupi. Rrit jetek gjatesine, imunitetin, magnetizmin personal dhe paken e brendshme.
Nje metafore e sakte este ajo e nje bateri e rikarikueshme. Shumica e njerëzve vazhdimisht e harkshojnë energjinë e tyre pa e rimbushur atë. Alkimia seksuale meson se si te rinjektoje atë energji në sistem duke rritur barren e gjete sone. Arti i rafinimit të forsese, gjetes tani kë i kemi kuptuar bazat, e kultivimit të energjise seksuale dhe shënderrimit të saj, eshte telbesore zitem në nuankat, kë bajnë ndryshimin midis një praktike siperfakesore dhe alkimise se vertete të brendshme. Sepse, siç mesonin digetaret taoiste, fukja nuk kendron vetem në teknike, por edhe në cilesine e vetëdigjes dhe ngjeshmërinë me të cilën praktikohet. Se pari duhet të trajtojmë një koncept kyç, ndryshimi midis akumulimit dhe stagnimit. Shumë praktikues, veçanërisht fillestaret, zbulojnë se kur fillojnë të ruajnë energjinë e tyre seksuale. Ata grumbullojnë gjing, esense, paditur se si ta shpërndajnë atë siç duhet. Kjo mund të gjenerojë simptomat e pakëndshme si nervozizëm, ankt, pakgjumesi ose tension në zonën e legenit. Taoistet paralajmëruan se energjia seksuale eshte, si u gjine një digene se porta nuk hapet për të leguar rjedhjen në pjesën tjetër të sistemit. Presioni i brendshëm rritet dhe sistemi shembet. Prandaj, rikalkulimi i vetëdijshëm dhe i përditshëm eshte thelbesor nuk mjafton të ruajmë. Ne duhet të lëvizim dhe të transformohemi. Frymëmarrje e telle abdominale, pamgje nga lart dhe masazh energjik keto gjane qelesat për të parandaluar ngetjen. Imagjinoni ko me çdo frymëmarrje dhe të kurgje të lehta. Ju e shtizme atë energji për para si njëlume i ndryqem ke nëngredhe u shken çdo kelizën e trupin tuaj. Këgjor gjedhe, e vazhdueshme eshte ajo ke ruan vitalitetin pa e mbingarkuar. Nuanka e dite e rendësishme eshte silesja emocionale gjatë praktikes, nëse kultivoni energjinë seksuale me mendime anktuese, fagjo se fantazi obsesive, ajo dridhjen do të telbin duke e bere energjinë, e ricikluar me silesit e ulet. Këgjo eshte arsye gjapse me suesit kem bengulen në praktikoni me një mendje të kete. Frymëmarrjet e thelle dhe një kendrim ndërues. Energjia seksuale eshte shume, e ngjeshme ndaj gjendjes emocionale. Këllimi gjuaj per kakton frekuencen këngrini. Njepike qeter thelbesore eshte ekuilibri midis mbajtjes dhe lirimit. Tao meson se nje teprise e qedok gjegje prish ekuilibrin e trupit nuk ka të begje me mos lirimin e energjise seksuale, por me gjetjen e nje ritmit të shëndetshëm për veten tuaj. Nje parim klasik thote, nëse pas nje lirimin ndiheni të forkuar dhe të kete, eshte e drajte. Nëse ndiheni të lodhur dhe bosh, ishte të per. Vete vezgimi dhe ndershmeria me veten du të gjene udhëzuesit tuaj me të mire. Po ashtu, nuk duhet të harrojmë rendësja e forcimit të trupit fizik paralelisht me praktiken e energjise. Taoistet ishin pjese e Qigong, shtrirgje, edgje e vetëdijshme dhe ushkjergje e duhur për të mbështetur, rgjedhen e energjise se rafinuar. Një trupi forte dhe fleksibel eshte ena e duhur për të përmbajtur të drejtuar energjine delikate pa konsumim. Me në fund, eshte parimi i integrimit në jetën e përditshme zoterimi, i vertete nuk përjetohet vetëm gjatë meditimit, por manifestohet edhe në jetën tuaj të përditshme. Energjime e madhe, kartesi mendore, ketesi emocionale, magnetizëm personal dhe shëndet i forte. Ky eshte fryti i vertete i transformimit të energjise. Mund të përmbledhim kete fazete avankuar në tri qelesa taoiste. Engjëj, akumulo pangekur, ruajeni dhe levizni energjin e vazhdimisht. Diwaj, përmireso kelimin, praktikoni me mendje të kete dhe emocionet e larta. 3. Integron trupin dhe gjeten, forkon trupin dhe ishel energi, që do veprimit e përditshëm. Ata ke i kuptojnë dhe i zbatojnë keto nuansa, gjo vetem ke e ruajnë rinine e tyre fizike, por edhe zgjeron fushen, e sajta energjise, generon magnetizem natyror, forkon sistemin imunitar dhe gjulegjon të arrini nivele me të larta të intuites dhe ketesise. Praktika të lashta per të kultivuar rinine dhe vitalitetin që do dite që do menquri, sado e tele, vjen në gjete vetem kur mi sherohet në praktiken e përditshme. Mjeshtrat e lashta e dinin kete. Kem bengulgja eshte qele si kue hap portalet, e nje transformimi të kendrueshem prandaj, per tej koncepteve teorike. Eshte thelbesore kue ta integroni ate në gjeten tuaj veprime të thjeshta por të fukishme kue, aktivizojne, shperndajne, dhe rafinojne, energjine, tuaj seksuale per ta transformuar, ate në rini dhe vitalitet të vazhdueshem. Gjaku e ndaj me gjupe se praktika thelbesore, të naksjerranga alkimia taoiste dhe të përshtatura për gjeten moderne.
Gje kë do të gjule zhogjete filonite përgjetoni përfitimet e kesaj zoterimi të energjise duke filuar nga sot. Sa spari, frime margje e vetedishme abdominale. Që do mengjes, para se te filoni ditën, uluni rehat me shpinën drejt. Vendosni te di duart në pjesën e poshtme të barkut. Rreth 3 gishta poshtë kertizes. Merni frime ngadale dhe tele me hunde, duke ngjere barkun të zgjerohet si një tulumbace. Nksirni frimen ngadale me gogje, duke e leshuar barkun të relaksohet. Begjeni kete per 10 minuta. Kjo praktike jo vetëm kë aktivizon dantianin, rezervuarin e energjise gjetesore, por ai oksigjenon organet seksuale dhe forkon sistemin nervor. Me kalimin e kohes, frymemarrja gjuaj naturale do të behet me e thelle dhe mendja gjuaj me e kete. E dej wajta, të kurrja e bute e perineumit, gjatë gjithë dites, nës do kohe, duke e kur, ulur ose duke punuar, të kurni butesisht muskulin pubokok qigeus, sikur po perpikeni tendaloni rgjedhjen e urines. Mbagjenit kurgjen per disa sekonda dhe pastaj relaksohuni. Beni sete me 10 deri në 20 përseritje. Ki veprim forkon mbylljen e poshtme të trupit tuaj të energjise, duke parandaluar rgjedhjet e energjise dhe duke stimuluar karkullimi i qise seksuale drejt shpines, taoistet danese ki ushtrim ndez furren e poshtme, duke ngsitur vitalitetin e tek gjithë organizmit. I treta, buzekeshja e brendshme dhe masazhi i organeve. Një herë në dite, shtrihuni ose uluni të relaksuar dhe përkendrohuni të organet tuaja të brendshme, zemra, mushkerita, melqia, shpretka, veshkat. Buzekesh nga brenda se cilit prej tyre, duke i dërguar një ngjengje vleresimi dhe miren gjohgjegje. Me pas, masazhoni butesisht zonën e veshkave, në pjesën e poshtme të shpines, me pellëmbe të ngrohta. Ki masazh aktivizon energjia gjenge ruajtur në veshka forcimin e rezerves gjetesore. E katërti, rikarkullimi i energjise, karku mikrokozmik. Para se të flini ose pas praktikes se frymemarrjes me bark, krijeni ushtrimin e rikarkullimit. Të kurrni butesisht perineumin, merrni fryme, duke vizualizuar energjine ku e ngrihet lart në shpinë deri në magjet e kokes. Nksirni frymen ngadale, duke e ngjere atë të zbrese poshtë pjesës se përparme të trupit tuaj drejt barkut. Perseriteni 9 deri në 36 herë. Kjo teknike rishperndare energjine seksuale në të gjithë sistemin parandalimi, i ngjecjes dhe ushkimi i organeve, gjendrave dhe trurit. I pestë, moderimi i ndërgjegjshëm dhe ritmi personal. Dëgjogjeni trupin tuaj. Nuk ka të bëjë me shtypjen e seksualitetit, por me gjetjen e një ekuilibri të vetëdijshëm. Nëse vendosni të çlironi energji seksuale, kofte me një partner apo permes vete eksplorimit. Bëjeni kete pa detyrim dhe me pranit e plote. Vezgoni se si ndiheni me pas dhe reguloni frekuencen tuaj sipas nevojave tuaja energjike. Mbani mend parimin taoist. Ajo ke grumbullohet dhe nuk rgjedh semuret. Ajo ke shperndahet pa kontrol behet shteruese. Virtiti kendron në ekuiliber. Trashëgimia e alkimistit. Riperteritje nga brenda gjatë gjithë ketij udhëhetimi. Kemi eksploruar nje mori njohurishke. Me gjithese të lashta. Sot rezonojnë me nje urgjense dhe kartesi ke nuk mund të ingjorojme. Ne kemi zbuluar nje sekret ke nuk i perket asnjë epoke sepse eshte i përjetëshem. Energia seksuale. Este burimi me i fukishem i jetës. Dhe kushdo kë e zoteron atë me vetedigje. Zoteron rinine, vitalitetin dhe fatin e tij. Në një bote moderne kë mbivlereson të gjashtmen. Trajtimet e shtrenjta, ilacet, operacionet dhe stimusht e shkurter. Urtesja, e lashtena kushton se burimi i vertete i perteritjes kendron brenda nesh, në mënyrën se si e kultivojme. E ruajme dhe e rafinojme thelbin tonë gjetesor. Digjetaret e lashte nuk kërkonin t'i shpetonin kohes, por per të banuar atë plotesisht. Fukishem dhe karte, duke e suar trupin dhe shpirtin e tij në nivele zoterimike duke shin të pariqme per njerezit e zakonshem. Sot, ju e mbani atë seles në duart tuaja. E ke kuptuar ke energjia seksuale nuk eshte vetëm një impuls biologjik, por eliksiri alkimik ke mund të ushkegjes duke lizen e trupin tua, të zgjerogje mendjen tua dhe të zgjogje shpirtin tua. Gjukeni mesuar se permes praktikave të thjeshta por të tella. Të tilla si frime margja e vetëdijshme, rikarkullimi i energjise, masazhi i organeve dhe moderimi inteligent. Gju mundeni duke shënderruar një akt të përditshëm në një seremonive të sherimi dhe vetes gjerimi. Gjithmonë e mbaj mend. Rinia nuk eshte një faze i gjetes.
Eshtengje, gjengje e fushese energjise. Kur energjia gjuaj rgjed lirisht, kur thelbi gjuaj gjetesor ruhet dhe transformohet. Trupi gjuaj rezaton shendet, thjeltesi mendore dhe ketesi shpirterore, vetedijes dhe fukise personale. Le tendri sogje drita e energjise suaj të rafinuar qado septa existence suaj.